Si rezultat i hetimeve intensive me metodat proaktive, finalizohet operacioni koduar Fake Cash. Hetimet identifikuan 3 shtetas që dyqohet se kanë edhe në treg kartmonedha false, duke bler vazhdimisht me to në subjekte të ndryshme të qytetit të Vlorës. Hapen 2 prej tyre, vëllezër, dhe po punohet për kapjen e bashkëpunëtorit. Sekuestrojnë një sasi e konsiderueshme kartmonedhash dollar, të dyshuara të falsifikuara dhe 4 celular. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, si rezultat i hetimeve intensive të kryera me metoda proaktive, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, finalizuan operacioni policor të koduar Fake Cash. Nga hetimet u identifikuan 3 shtetas të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë hedhur në treg kartmonedha false duke bler vazhdimisht me to në subjekte të ndryshme në qytetin e Vlorës. Shërbimet e policisë kanë kapur 2 prej tyre, shtetasit EG 27 vjeç dhe IJ 28 vjeç, vëllezër. Te kanë ekzekutuar masën e sigurisë arrest në shtëpi, që i ka caktuar gjykata e Vlorës, secili prej tyre me vendimin e datës 10 shkurt 2026. Ndërkohë, vijon puna për kapjen e bashkëpunëtorit të tyre, shtetasit EK 24 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë operacionit u sekuestrua një sasi e konsiderueshme kartmonedhash dollar të dyshuara të falsifikuara, të cilat do t'i nënshtrojë ekspertimi dhe 4 celular. Turat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurale ju referohen prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.